Kush e di sa të bezdisin kështu që shkruaj emër. Në gjithë thonë kështu spanjoll. Sa për pjesën e sezonit është më lehtë të krijosh një lloj ekonomie më të mirë se sa këtu në Tiranë, se e merr lekun në një periudhë afat shumë të shkurtër kohor. Po në krahasim me Tiranën vlerësohen më shumë në jug. Është problem se punojnë në zezë. Në fjalë, edhe unë që kam pas punor, kam punuar në zezë. Edhe është që dalin 2-3 orë ekstra sepse mungon stafi apo erdhi një fluks po është diçka që se ke biseduar në fillim dhe nuk e di se çfarë të pret. Në fjalë, ka dhe që nuk paguajnë fare për orët ekstra. Në momentin që ai më thot mua për shembull 700.000 lekë rroga, për shembull do bëj unë kur që është 500.000 lekë. Minimalisht 500. Shqipëri, kuzhina në Shqipëri, them drejtën, nuk është se ka avancuar për masa të mëdha, ka ngel po e njëjta. Sa herë ndrohet vaj në për restorante. Ti do të nxjerrë bojën? Ka bën unë në një ushqim kështu të skaduar, të mykur, abuzojnë. Ja u shërbejnë klientëve. Ke hasur ndonjëherë? Ne si kuzhinier mundemi që pjesën e kalbur ta zhdukim edhe pjesën tjetër që ngelet nuk e përdorim si perime, po e përdorim e përpunojmë e bëjmë salcë ose diçka tjetër. Tash unë para se të filloj, unë du të sqaroj njëherë Numanin. Numan apo Numanito? Numanito. Numanito. Tash na i sqaroj që je shqiptar njëherë dhe nuk ke kështu prejardhje latine. Shqiptar edhe kështu lab me gjokë si ngrop. Po ç'ne ky emër? Është e stërgjyshit tim, me fjalë ka emrin Numan ai. Edhe i të ja ka shtuar mamaja, duke parë kështu filma spanjoll. Ja, pra, pas kemi një lloj prejardhje. Shugar. Teshti është shtuar kjo prapashtesa i. Numan Ida. Stërgjyshi ka pas Numan, pastaj i ja ka shtuar mamaja dhe është plotësuar Numan Ida. Kush e di sa të bezdisin kështu që shkruaj emër. Në gjithë thonë kështu spanjoll. Në gjithë e kanë atë përshtypjen e parë. Kur shkon në intervista punë një? Ke prioritet? Mi fjalë, do bëhet një temë emërim, pastaj do fillojmë përshtypjen e punës. Nuk të japin prioritet për këtë çështje. Jo, s'ka lidhje. S'bëhen kurioz. Jo, atë të thash. Me fjalë bëhen kurioz, kështu japim prioritet. Me fjalë emri tim fillim, pastaj bisedojmë për çështjen e punës, ç'është ky emër, bëhen kurioz me pak fjalë. Nuk është se të jep në një kështu e përsi. Në punësi. Jo. Ku ta gjeja të fatte. Tamam. Tani me që jemi ke muhabeti punës. Po. Se aty na djeg neve. Aty çalon. Aty çalon muhabet. Ti ke qenë me qëra fjala, më ka kap një fiksim me këtë kuzhinën, e mbylla para 2 javëve me shef Metin me kuzhinën. Po. Edhe po e nisim edhe 2026 me kuzhinën prap. Po në këtë rast ti je kuzhinier punë marrës, kurse Meti ishte punë dhënës. Tashi unë dua këndvështrimin tënd si punë marrës. Ti ke ardhur nga sezoni dhe je akoma pa punë. Sa muaj u bën? Po, 3 muaj po. 2 muaj e pak, 3 muaj po. 3 muaj po. Pse nuk po gjen punë ti tash? Nuk është se është i paftë, është kuzhinier shumë i mirë. Jo. Që ta sqaroj një këtë pastaj futemi në temë. Problemi është se nuk gjithë tema është tek stabiliteti në Tiranë. Pos që je stabil tek një punë, e ke çik të vështirë për shembull edhe në mënyrën për shembull se që të njohin rob, me fjalë njerëzit në përgjithësi, se duhet të njohin çfarë lloj personi je. Si profesionist. Si profesionist, po. Po në ç'kuptim ke këtë mangësinë me stabilitetin?
Në kuptim që ti të rish në punë për një afat gjatë? Po. Me fjalë duhet të jesh stabil tek një punë që edhe emri të përhapet në vendin ku jeton. Ose besueshmërie. Po. Kesh edhe me fjalë të kem besime të tjera tek ty si person. Se është bërë çik me që jemi këtu, mos është faji juaj si punëmarrës që lëvizni me këtë trendin që du t'ikin sezon edhe pastaj kur vini këtu hasni këtë vështirësi. Domethënë mos është kjo ana tjetër e medaljes që kur kthehesh në Tiranë nuk është se e ke direkt punën, ju presim krah hapur. Si e shikon ti këtë? Është faji juaj kryesisht, duhet të jesh sinqert në këtë pikë. Apo i punëdhënësve, se gjithmonë gjuhen edhe akuzohen punëdhënësit. Po ta shohim nga aspekti punëmarrësit. Si fillim mirë ta thjeshtoj pyetjen, pse ikni në sezon? Çështje legu më shumë. Po do të rrotë çfarë ajo është. Në fjalë çështje ekonomike. Nuk ka të ardhura, me fjalë për ne që jemi të ardhur në Tiranë është çike vështirë jetesa, fjalë. Kurse për vendasit mund të jetë më lehtë sepse është tek pjesa e stabilitetit. Stabilizojnë në një vend pune, ri me vite edhe një si persona, si ta thash, edhe kanë më të lehtë për të gjetë punën. Se bizneset me njëra tjetrën komunikojnë, se janë fokusuar vetëm tek punë e tyre, pronarët, sidomos. Jo, biznesin. Kurse sa për pjesën e sezonit, është më lehtë të krijosh një lloj ekonomie më të mirë se sa këtu në Tiranë, se e merr lekun në një periudhë në një afat shumë të shkurtër kohor, kurse këtu në Tiranë do shumë kohë që ta realizosh atë. Dua ty pak më konkretisht, sa paguhet një kuzhinier në sezon? Parin tek shifra rreth 3 milion. Me fjalë për një kuzhinier po flasim të vjetra po flasim. 3 milion të vjetra. Ose 3.000 euro që të kuptojmë më shumë se nga 3.000 euro. Po. Mesatarisht. Po. Po flasim për një kuzhinier me eksperiencë rreth 7 vite deri në 10 vite, si puna ime. Moshë e re, që kam filluar kuzhinën që në moshë 15 vjeç, e ke parasysh deri tani. Pastaj ka edhe që arrin shifra më të mëdha, po që ata konsiderojnë si shefa kuzhina, marrin përgjegjësi më të mëdha kur shkojnë në sezon, sidomos kryesisht nëpër këto resortet ose hotelet më mëdha. Kështu. Po në Tiranë sa paguhesh? Në rast se do rrije në sezon? E ke provuar ndonjëherë? Ose nga rrethit një orëve të tu, sa paguhen në Tiranë? Po në Tiranë në periudhë sezoni po flas. Po të flas nga eksperjenca ime, që kam rreth 4 vite këtu në Tiranë. Rrogat nuk janë normale, me fjalë janë anormale. Sa janë mesatarisht? Janë të ndryshojnë nga bizneset, me fjalë çfarë ofrojnë bizneset. Për shembull, siç paguhet një pjatalarës, paguhet edhe një ndihmës kuzhine. Nuk ka një hierarki në vlerësim? Jo, nuk ka. Me fjalë nuk i japi rëndësi as viteve, jo më profesionit. Eksperiencës punë. Po. Po nuk ma the shifrën. Sa paguhet mesatarisht një kuzhinier në Tiranë? 3.000 euro. Në Tiranë? Në Tiranë. Po në Tiranë fillojnë të rreth 800.000 lekë e lartë. 800 euro e lartë? Po. Edhe në periudhë sezoni apo flet gjithë vit? Ka edhe më poshtë. Me vjen në flas për rrogën bazë, e ke parasysh bazë. Po që fillojnë edhe me 700.000 lekë, ka që japin dhe 600. Po orët e punës si janë në sezon, në jug, në krahasim me në Tiranë? Janë të njëjtat orë pune, apo normalisht është më i të zgjatur orari, lodhja? Domethënë duhet mvesh në peshore të gjitha anët përveç pagesës.
Po në sezon është që ke vështirë kjo pjesë e orarit se nuk është se ka një lloj orari stabil. Varet nga puna, nga fluksi. Mund vet oraret mund të jenë deri rreth 12 orë, 13 orë të punosh. Ka dhe vende që punon nga 9 orë. Ca paguajnë pak, ca paguajnë shumë. Është kjo pjesë e hierarkisë që nuk i vën në baraspesh gjërat. Ke parasysh janë të padrejtë kjo tek vlerësimi i punëtorëve. Po në krahasim me Tiranën vlerësohen më shumë në jug apo thjesht sepse dua ta di pse është kaq fitim ose kaq diferencë pagese në krahasim me Tiranën në jug? Është çështje e informaliteti, apo është çështje e fluksi pune, apo është orari të zgjatur edhe ju shpërbleni për orët ekstra? Pse është kjo pagesë kaq më e madhe ande dhe në krahasim me Tiranën? Po për shkak të orarit. Për shkak të orarit? Edhe ngarkesës që ka puna në sezon. Sepse jugu, siç e dim, ka më shumë fluks njerëzish se sa këtu në Tiranë ose në çdo vend tjetër. Me fjalë, çdo qytet, për shembull si Durrësi, Vlora, e vendet e tjera më pas që vazhdojnë me Ksamili, Saranda, ke parasysh? Janë vende që në sezon frekuentojnë goxha. Kurse Tirana boshatiset, në thonjza, se s'është se... Po, vitet e fundit ka ndryshuar. Po, ka ndryshuar. Po, atë 3 mujoshin që punoni ande, punoni me kontrata pune apo kryesisht në zezë? Ky është problem se punojnë në zezë. Me fjalë, edhe unë që kam pas punuar, kam punuar në zezë. Edhe... Është kjo dhe një arsye pra për që pse paguheni më shumë? Ndoshta. Me fjalë, s'është vetëm kjo. Me fjalë, është dhe pjesa e orarit. Është një faktor plus. Është një faktor plus, po. Po që është dhe pjesa e orarit. Me fjalë, orari zgjatur, lodhje tepërt. Ti që e ke si eksperiencë të përvitshme që shkon në sezon, për mendimin tënd, duke bërë llogaritë që pjesën tjetër të vitit ti e kalon në Tiranë. Po. A ja vlen? Duke qenë se edhe tani e gati 3 muaj pa punë. Po ti krahasosh të dyja, dalim konkluzion që më mirë të stabilizohesh, me fjalë sipas mendimit tim, ku kam arritur unë rreth këtyre 7 viteve që kam eksperiencë në kuzhinë, më mirë është të stabilizohesh në një vend, po të plotësojnë kushtet që kërkon. Si nga ana e punëdhënësit, si edhe nga ana e punëmarrësit. Me fjalë, të jenë baraspesh të dy, me fjalë mos kenë konflikte mes njëri tjetrit. Ti si një person që kërkon punë, cilat janë kushtet e tua nga punëdhënësi? Cilat janë kushtet që ti kërkon që të plotësohen dhe që nuk të janë plotësuar akoma? Është kjo pjesa e hierarkisë që biseduam në fillim. Mosvlerësimi i punëtorit. Me fjalë, kuzhinieri do të vlerësohet për kuzhinier, kurse ndihmësi kuzhinier do të vlerësohet për ndihmësi kuzhinier. Me fjalë, çdo person që mban një sektor të vlerësohet për atë që bën në punë. Jo sepse lodhet më shumë, për shembull, ka punë më të lodhshme, për shembull, lava pjaci, të vlerësohet njësoj me ndihmësin e kuzhinës. Ose ndihmësi i kuzhinës të vlerësohet e kundërta, njësoj me lava pjacin. Duhet të ketë diferencë mes njëri tjetrit. Me fjalë, unë që shpenzoj 7 vite eksperiencë pune, e kam kaluar punë e lava pjacit dhe di shumë mirë se ç'a është. Kurse lava pjaci nuk e di se ç'a punë është tek ç'a lloj lodhje ka kuzhinieri, si nga ana psikologjike edhe nga ana fizike. Sepse duket kështu në këndvështrim të parë duket sikur
bën vetëm diçka të thjeshtë, gatuan e nxjerr pjatën edhe mbaroj, po nuk është vetëm ajo. Janë shumë gjëra për brenda. Pra, Pastaj është temë tjetër të flitet se ç'a lloj stresi ka ose ç'a lloj lodhje ka. E kupton? pra të vlerësohet me pak fjalë ti mendon që këtu nuk vlerësohet punëmarrësi, jo nga lodhja fizike që bën, por nuk vlerësohet nga ajo çfarë jep. Si rendiment pune ose si pozicionim, se jo çdo punë vlerësohet domethënë se sa lodhesh ti fizikisht. Këtë është ajo që po thua. Jo, këtu vlerësohet vlerësohet më shumë lodhja se sa vitet e punës. Po përveç kësaj, çfarë mangësie tjetër ka sistemi në fushën e kuzhinës po flas, në aspektin e punëdhënësve? Në aspektin e punëdhënësve. Me gjithë këto vite eksperiencë që ke pasur ti, si në Tiranë që ke punuar në shumë restorante, përveç vlerësimit nga ana e pagës, çfarë mangësie tjetër ka? Është dhe kjo pjesa e kontratës që biseduam në fillim. Më shumë synojnë tek punuarit në të zezë, ke parasysh, se sa ti jenë drejtë të transparent. Po, kanë më të thjesht për shembull që ta fusin punëtorin për shembull pa kontratë edhe problemet për shembull problemet e biznesit ose të punës t'ia thon më vonë, për shembull që ti mund të rish edhe 1 orë ose 2 orë më tepër, se sa të bëjnë kontratën për shembull si është ç'është me kod ligjor që 8 orarsh dhe nuk del jashtë 8 orarshit. Don këtu detyrohesh të punosh edhe 1 orë ose 2 orë, 3 orë më tepër, për shkak se si më të jap një shembull, për shkak se ashtu ka mungesë stafi, një ditë bukur ka mungesë stafi dhe detyrohesh të rish për shkak të volumit punës. Dhe këtu fajin ja hedhin pronarët më shumë ja hedhin punojësve, me fjalë ti mund ta zgjidhësh thot personin fjalë XY. Thot ti mund ta zgjidhësh me staffing të gjë, s'kam unë punë. Po ndërkohë bisedat në fillim i ke bërë për 8 orë, ke parasysh? Nuk janë transparent për kushtet e punës që në fillim që kur filloni punë. Po, prandaj them që kjo pjesa e kontratës duhet të jetë parimore si gjë. Po për këto orët ekstra nuk paguhen? Paguhen dhe për orët ekstra, po si në rastin që më përmende për shembull, që dalin 2-3 orë ekstra sepse mungon stafi apo erdhi një fluks i papundur. Po është diçka që se ke biseduar në fillim dhe nuk e di se çfarë të pret. Me fjalë, ka dhe që nuk paguajnë fare për orët ekstra. Ka dhe që paguajnë. Pra nuk kemi një rregull universal dhe disiplinë pune që janë të çrregull, nuk se s'di dhe nuk i marr dot në përgjithësi se nuk janë të gjithë njësoj. Ka që tregojnë korrekt, ka dhe që nuk tregojnë korrekt. Po që në përgjithësi nuk flas dot se është çik pa drejtësi. Po. Ke bërë shumë aplikime ose intervista pune deri tani. Po. Cila është arsyeja që ti nuk je futur ende në punë? Ka qenë mangësi nga ana e punëdhënësve? Apo ka qenë ndonjë pretendimi joti që nuk dua se je përzgjedhës për X arsye? Po nuk plotson kushtet, në moment që s'm plotson kushtet e mia, s'kam se dua të di specifikisht cili është ai kushti që çalon më shumë, është pagesa apo është kjo pjesa e kontratës apo është shembull i thjesht në momentin që unë ulem me personin X në fjalë dhe drejt për drejt ai më thotë që kjo është rroga, këto janë kushtet, këto ti detyrohesh të ngresh duart sepse ti nuk të le të shpresh. Po nuk të le të shpresh, e kupton? Është çike sikletshme si gjë se është më thjesht për shembull kur pronari të thotë që më thuaj kushtet e tua cilat janë, e ti ja shpreh dhe në momentin që ai si pëlqen dhe ti si pëlqen kushtet e ti s'bie dakord, kupton? Këtu jemi në rregull. Për momentin që ti më thua kjo është rroga, këto janë kushtet, ti detyrohesh të marrësh pozicion defensive dhe të heqësh dorë.
Ky është problemi me... Ky është problemi më i madh, mënyra se si ato të përqasen ty. Po. Nuk është se është ana e pagesës primarja. Kjo është kushtet, këto janë kushtet. Me fjalë, te kushtet përfshihet edhe pagesa. Po unë dua ta thuash më popullorçe që është pagesa që çalon kryesisht, ose është kjo që çalon. Po, pagesa është. Pagesa është. Pagesa është. Pagesa nuk është e mjaftueshme për ne që jemi të ardhur në Tiranë. Dua të ndalem edhe te kjo pikë. Arsyeja që pse ju shkoni kryesisht që nuk jeni, domethënë që nuk keni ndërtuar themele në Tiranë edhe që jetoni me qira, ti që je edhe një çift i ri, domethënë keni shpenzime, dihet si nuk është e përballueshme, po, nuk është e përballueshme. Pagesa domethënë që merrni si ti edhe partnerja jote, nuk e përballoni dot jetesën në Tiranë? Po, se përballojnë dot, në fjalë, se s'mund të flas dot për çështjet private ose për pjesën e rrogës ose sa është për shembull sa çfarë çmimi kanë qerat e shtëpisë, Po qerat dihen gjithë, din minimalisht 500 euro edhe ato futen te të gjitha. Po. Ky është një problem që i prek gjithë të rinjt, prandaj unë po e has edhe po e trajtojmë edhe bashkë. Po, paga shumë. Se shumica e të rinjve në Tiranë ashtu edhe ato që janë vendas, domethënë vendas, kuptimin që kanë jetuar me vite në Tiranë dhe kanë marrë një vendim që të ndërtojnë një jetë bashkë me partneren e tyre, edhe që detyrohen dalin në shtëpi me qira, nuk e përballojnë dot. Domethënë është një problem që e dëgjoj kudo. Po, siç e thash edhe më parë, në momentin që ai më thot mua për shembull 700.000 lekë është rroga, për shembull të bëj unë kur që e shtëpisë është 500.000 lekë. Minimalisht 500 po. Me 200.000 lekë ti s'blen dot një muaj bukë. Jemë të mbijetosh ose të plotësosh kushtet e tua personale. Po me atë ikjen 3 muaj andej. Sa muaj mund të mbuloni ju këtu pa dhimbje koke? Se shumica thonë, nga që e trajtoj shumë këtë, sepse e kam diskutuar edhe para 2 javë me Metin, që ka restorantin e vetë dhe që është sipërmarrës, që nuk ja vlen. Tha, në bashkëbisedim që pata me të, tha që largimi sezon nuk ja vlen. Dhe kjo pati shumë debat në rrjetet sociale, sa shumica thoshin që ne mbulojmë gjithë vitin me pagesën që marrim atje. Është e vërtet kjo? Që ti në rast se punon 3 muaj atje mund të jetosh rehat në Tiranë një vit? Ja, ta bëj pak më të qartë, siç e thash fillim. Ja dua shumë të thjeshtë. Po. Personalisht, për mua është më mirë që të qëndrosh në Tiranë të krijosh stabilitet, po të plotësohen kushtet. Sa për pjesën e sezonit, është një lloj kënaqësie kur e merr atë lekun për shembull brenda 5 muajsh, sepse nuk e merr dot. Kur e shefa shumë bashkë. Po. Nuk e merr dot këtu në Tiranë brenda 12 muaj e viti që mund të rish me atë rrogën stabil që thash në fillim, 800.000 lekë e më lart. Okej, po në rast se ti e merr për 12 muaj, aq sasi lekësh në sezon, pse do ta vrasësh mendin kur vjen në Tiranë për punë? Mund të punosh vetëm 3 muaj atje dhe këtu rri edhe shpenzon ato lekë edhe 9 muaj pushim. Në rast se llogarit dalin kështu. Unë nuk e di, prandaj dua që ta sqarosh për lekun ti e merr një lloj leku që ti e merr brenda 12 muajshve këtu në Tiranë, atje e merr për 5 muaj. Të mjaftojnë dhe nuk mjaftojnë është në bazë të jetesës që ti bën. Nëse ti do të jetosh në një shtëpi me një qira 600.000 lekë, 700.000 lekë, s'të mjaftojnë. Po të flasi më hapur me jetesën që ka ardhur tani për momentin, është që ke vështirë të mbijetosh vetëm me lekun e sezonit. E punëtorët e gjejnë si më të thjeshtë që të punojnë në sezon ato 5 muaj, marrin atë shumën e madhe. Po. Që duket sikur do mbijetosh gjithë vitin, po. Edhe bin këtej dhe mundojnë të gjejnë një punë që të futen sa për të kaluar pjesën e dimrit, edhe pastaj të rikthehen prapë sezon. Po që personalisht, siç ta thash fillim,
Kjo lloj ideje për mua është bërë çik e sikletshme dhe e pa drejtë si gjë, nuk më pëlqen më. Sa mendon ti se mund të shtyjë një individ, për shembull, sa vjeç je ti aktualisht? 24-25. 24. Deri në çmosh, në rast se ti për shembull do kishe zgjedhur që të vazhdoje këtë rrugë, deri në çmosh mund ta zgjedhësh këtë lloj trendi që të shkosh 4 muaj ande të kthehesh këtu. Jo, unë kam dhënë stop kësaj pune. S'do ta vazhdoj më. S'do ta vazhdoj më. Por përpiqem me ngulm që të plotësoj kushtet e mia këtu në Tiranë, mos të dal jashtë mundësive. Ti mendon që ti ke qenë edhe këtu në Tiranë? Domethënë, sa vite ke punuar këtu në restorante të ndryshme? 4 vite. 4 vite, po. Gjatë periudhës që ke punuar këtu, po heqim sezonin tash. A je ndjer i shpërblyer këtu në Tiranë? I vlerësuar? Ka ngele një tarog. Nuk ka asnjë ndryshim. Domethënë që para 4 vjetë, edhe tani nuk ka rritje rroge në këtë sektor? Jo. Po shpenzimet rriten edhe rrogën nuk e kem. Po të flasim tërë çfarë, shpenzimet rriten edhe siç ta thash fillim, nuk ka hierarki. Me fjalë, punëtori, ai lavapiaci vlerësohet njësoj si me ndihmësin e kuzhinës. Ose ndihmësi i kuzhinës vlerësohet si me kuzhinierin, ose një rast që më rasti si për një ca ditësh, më në celular më thonë, i them jam interesuar për të punuar si kuzhinier. Kur mund të bëjmë një intervistë, më tha po mund të vish. Shkoj edhe gjatë debatit atje më nxjerr që kam nevojë për ndihmës kuzhinier. Me fjalë të intereson për ndihmës kuzhinier. Kjo për mua është ulje, sepse unë para se të vi aty ta kam për të prerë si gjë, që unë jam për kuzhinier, jo për ndihmës kuzhinier. Edhe kjo gjë nuk të bëri të ndihesh mirë. Po të bën të ndihesh mirë edhe stepesh çik. Krijon ide të këqija për bizneset. Sepse ishte një formë jo e sinqert që të përqaste. Sa shumë mirë mund të të thoshte në fillim në telefon që për kuzhinier nuk kemi nevojë, por ama kemi nevojë për ndihmë, sa je interesuar? Mund ta thoshte këtë shumë qartë. Që në fillim. Pa marrë mundimin ti të shkoje deri atje. Plus se shikonte qartë fare me sytë se çfarë lloj ideje krijojnë këta për punëtorët, pronarët. Po nga ana juaj, domethënë si punëtor, keni mangësi se për shembull jo të gjithë sipërmarrësit janë me mangësi edhe negativ, le të themi, thonë se. Po. Siç ta thash, jam përgjithësi. S'do të flas përgjithësi, po që. Po për punëtorët çfarë mund të thuash? Është e drejtë kjo që ju për shembull rrini 5 muaj dhe pastaj ikni në sezon, ose kanë njeh nga rrethi jot që nuk janë më të qartë që do largoheni në sezon? Po në momentin që nuk ekziston kontrata dhe punëtori detyrohet që të iki, sepse të dyja palët funksionojnë në të zezë. Nuk është se po bëm të dy po bëjmë padrejtësi ndaj njëri tjetrit, e kupton, po që çdo njeri ka atë idenë e vet. Me fjalë, ai mendon se punëtori i bëri keq atij, kurse punëtori mendon se shfrytëzohet në atë lloj pune. Edhe në vend që të marri 800.000 lekë, ai shkon në sezon merr 2 milion, 2 milion e gjys, 3 milion, varet nga puna, ose nga vendi ku është. Po përveç gjitha këtyre pikave që prekëm, dua të di punëdhënësit nga ana njerëzore, si janë me punëtorët në këto 7 vite eksperiencë punë që ke pasur ti? A ju trajtojnë me respekt, apo ju trajtojnë thjesht që si sklav pune? Si sklav s'mund ta them, edhe pse unë personalisht them drejtën, unë e kam atë lloj ideje që çdo punëtor është kështu sklav i punës.
Do s'do, përderisa je punëtor. Po që mos ta marrim në atë lloj aspekti. Si do të jetë, ka pronar që mundohen t'i ndihmojnë, sidomos punëtorët e rinj, ka dhe pronar që shfrytëzojnë. E shikojnë të ri, nuk di, edhe përpiqen që Të përfitojnë sa më të shumë. përfitojnë, po, si nga ana financiare, po edhe nga ana që ta shfrytëzojnë si kështu fizikisht për pjesën e punës. Nga anon më shumë peshore në këto 7 vite eksperiencë që ke pasur ti. Nga anon më shumë? Po, peshorja, nga më të mirët apo më të këqijt? Ja, në fakt atë e di Zoti, po që nga këndvështrimi jot po. Këndvështrimi im pse di të them drejtën, se s'dua që ta përfshi shumicën në të keqe. S'ta jap dot një përgjigje të saktë. Okej. Numani po mban me hapër tash. Ku merret më shumë eksperiencë nga ana profesionale përveç lodhjes, domethënë si rritje profesionale që ti merr? Në 4 muajt e verës apo kur rri këtu në Tiranë? Ku e ke parë më shumë këtë? Jo, 4 muajt e verës janë lodhje, janë shfrytëzim për të krijuar ekonomi sa më të mirë. Thjesht është punë kështu enorme, nuk është se kujdeseni shumë për vendet që mund të fitosh eksperiencë janë hotelet e mëdha, resortet. Kurse restorantet që janë kështu bregdetare janë restorante tamam sezonale. Punohet vetëm thjesht fare, kuzhinë thjesht. Pasta, mish, peshk, ose mund të ketë vetëm peshk. Nuk është se ka dekore, gjëra të bukura në pjatë. Punohet. Po, e kuptoj. Ha bukë e ik. Mbathja vrapit. Jo, ta bëra këtë pyetje se shumica e justifikojnë edhe këtë anë që shiko se mora eksperiencë atje. Jo, shiko, më shumë apo më shumë merret eksperiencë nga ana e presionit punës që keni. Ajo s'është eksperiencë, ajo është si tip aftësie. Me fjalë përfiton aftësi shpejtësie. Bësh më i vëmendshëm gjatë periudhës kur ka fluks njerëzish. Se siç e biseduam në fillim, sezoni ka më shumë fluks njerëzish se këtu në Tiranë, edhe këtu në Tiranë edhe kur ka kështu presion pune, një punëtor që ka punuar në sezon e ka shumë të lehtë të dali nga situata e vështirë. Sepse është kjo që thash fillim. Domethënë ke vetëm këtë anë, kurse rritja në aspektin nga ana e kuzhinës ose të mësosh diçka të re nuk është se e merr në sezon. Po, e merr vetëm në resorte. Në resorte, hotelet mëdha. Pse e merr atje? Ka shefa kuzhine me eksperiencë nga jashtë? Po. Apo janë kryesisht shqiptarë? Jo vetëm nga jashtë, po ka dhe shqiptar. Ka dhe shqiptar, plus në resorte punohet me staf të madh. Punohet minimumi mund të jetë stafi rreth 13 veta ose më shumë. Kurse në për këto vendet, në për këto restorantet bregdetare kështu, ai ka mundësi edhe që me një kuzhinier. Po, ta punoj gjithë. Një la pjacë e ndihmës ta nxjerr gjithë sezonin, 5 muaj. Prandaj është më e lodhshme sezoni se sa puna në Tiranë. Po kushtet e punës në restorante si janë, përveç kësaj që diskutuam, pagesës edhe përqasjes punëdhënësve. Po flas për kushtet përgjithësi, higjiena, ose si e shef ti si i punësuar që ke pasur dhe shumë eksperjenca. Cilësia e ushqimit që serviret. Si e mendon, si është në Shqipëri? Në Shqipëri, kuzhina në Shqipëri, them drejtën, nuk është se ka avancuar në përmasa të mëdha, ka ngel po e njëjta. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh.
është e njëjta kuzhinë, si kuzhinë italiane ose kuzhinë aziatike. Këtu kanë ngel, nuk është se eksperimentojnë të bëjnë mix kuzhinë shtetesh, përveçse të ndryshme. Ka restorante që punojnë shumë thjesht, siç punojnë sezon, punojnë edhe këtu në Tiranë. Kanë mësuar atë lloj metode dhe paraqesin në Tiranë, të njëjtën gjë. Pastaj ka dhe restorante që përpiqen të sjellin risi, po në syrin tim e njëjta gjë është, nuk është se ka ndonjë lloj ndryshimi këto vite eksperiencë këto vite eksperiencë që kam pasur, s'është se kam mësuar, nuk është se s'kam mësuar, po e njëjta gjë është, pothuajse te gjitha restorantet. Pse mendon ti se ndodh kjo? Është mungesë dëshire, pasioni, mungesë shpërblimi që marrin bizneset, që të ecin përpara dhe të sjellin risi apo që të bëjnë ndryshime? Më shumë është si etje për lek nga bizneset. Mundojnë më shumë thjesht marrin përfitim financiar. Po, vetëm përfitim financiar, pastaj pjatat s'u interesojnë. Cila është gjëja më e padrejtë që ke vënë re ti që i bëhet klientit? Duke qenë se je i brendshëm në kuzhinë, tregon çik në sekretet në si konsumator. Dua ta nis nga vaj. Po ma cek edhe çpak të pjesën e papastërtisë. Sa herë ndrohet vaj në restorante? Ti do të nxjerrin bojën. Jo, po, unë dua ta di si konsumator. Kam të drejtë ta di. Ka kuzhina që janë të pista, unë kam punuar në kuzhina të pista. Aty ku pritet sallata, pritet pula. Edhe pastaj themi pse jemi smurë me salmonellë. Pastaj ka dhe kuzhina të pastra, s'bëhet fjalës. Gjithsesi vaj, sa herë ndrohet, nuk duhet më tek vaj, po. Ma ceke. Ndahen këto me kështu kategori, ka vaj palme, ka dhe vaj lule dielli. Edhe vaj armsh. Ka qenë një humor i vjetër shqiptar. Nga ana kështu me hatër, vaj lule dielli gjëja është më mirë se vaj palmës, po që e njëjta gjë është pothuajse. Thjesht vaj palmës se reziston më shumë se vaj lule diellit. Mund të shkoj me muaj. Me muaj pa undruar. Me muaj, mund të shkoj rreth 1 muaj, 2 muaj. Wow. Varet nga restorantet. Kurse vaj lule diellit shkon rreth 1 javë. Qofse dita masë mira të gasit. Keni parasysh ju që ani patatet skuqura fast food. Sa ishte? 2 muaj? Po vaj palmës po. 2 muaj. Po vaj palmës me rregull nuk lejohet në restorante. Tash nga ana shkencore, në rast se ke informacion edhe dije. Qose kam, sepse s'kam. Sa është rekomanduar që të përdoret vaj? Si i palmës dhe i lule diellit? I palmës nuk e di, po i lule diellit minimumi 3 ditë. Minimumi. Tani, më mira është çdo 2 ditë, edhe që... Si jeni trajnuar ju nëpër shkolla? Ti ke studiuar edhe në Itali. Në që aspekt që... Sa herë duhet të ndrohet vaj? A jeni trajnuar në këtë aspekt? Jo, për këtë aspekt jo, të drejtëm. Sërse ka në një kështu... Ti eshe me sy vajnë kur nxjihet. Nuk ka nevojë. Po mas 2 muaj ai s'është më i zi. Jam kurioze çfarë ngjyrë merr. Jo, shiko, për fajin e palmës i njëjti është, si kur e hedh në fillim, nuk e ndryshon ngjyrë. I zi është ai. Okej. Po më mira është ta ndrosh çdo 2-3 ditë, që mos ketë as firo nga ana e biznesit, po edhe klienti ti shërbesh në thonjza diçka tamam. Jo diçka vdekje prurse. Prap të dëmshme është, si do të jetë. Si vaj lule diellit edhe vaj palmës
nuk është se ka një ndryshim. Okej, sqaruam vajin. Të siguruam që konsumojmë vaj mbi 2 muaj, përdorur. Po Tjetër. Në bazë të eksperiencës time. Gjithmonë në bazë të eksperiencës tënde. Çdo njeri ka mendimin e vet. Tjetër, përveç sallatës që përzihe me aty ku prej pula, prej edhe sallata. Ndonjë gjë tjetër, ndonjë ushqim kështu të skaduar, të mykur abuzojnë? Ja u shërbejnë klientëve? Ke hasur ndonjëherë? Ka, nuk është se s'ka. E qik e sikletshme që kjo, e qik teme sikletshme. Se do njerëzit do fillojnë mos vënë në restorante pastaj. Po jo, njerëzit kanë pasur eksperienca këtu që janë elmuar me 10-20 dhe prap shkojnë. Më shumë po të flas nga pjesa e skadencave të produkteve. Mundohen që të rinë brenda datës, brenda datës asaj përcaktuar të skadencës, po, që mos para se të skadohet produkti. Por edhe kur kalon shkelin ndaj syt. Po, kur ka dhe raste që do dhe nxjerrësh. Po, do ta nxjerrën. E morëm vesh, konsumojmë edhe gjërat skaduara të mykura? Jo, tek myke, jo. Sigurt? Me fjalë, ndodh për shembull me produktet si perimet që fillojnë e kalben, po mundohemi që ne si kuzhinier, mundohemi që pjesën e kalbur ta zhdukim edhe pjesën tjetër që ngelet, nuk e përdorim si perime, po e përdorim e përpunojmë e bëjmë salcë ose diçka tjetër. Pjesën e kalbur? Jo. Pjesën e mirë. Pjesën e kalbur se përdor do të duash se. Pastaj problemi tjetër është edhe tek mirëmbajtja e produktit. Nuk ka mirëmbajtje dur. Nuk mban temperatura dura produktet. E kam vënë në shumë restorante. Nuk është se janë të kujdesshëm, sidomos shefat e kuzhinës. Kam filluar këto kohët e fundit kështu janë bërë të interesuar, po janë bërë më të ndërgjegjshëm. Po, më të ndërgjegjshëm. Më të saktë kjo pjesë. Po që përgjithësi, si në krahasim me Italinë ku kam pas punuar, nuk ka lidhje fare. Janë si nga ana e higjienës, edhe nga ana e Dua ta mirëmbajtjes. kaloj çik edhe akoma te higjiena, nuk dua ta kaloj direkt. Jemi akoma aty. Tash që bien këto serviset në tokë, lug, pirun, e thika dhe i vjen prapë mbi tavolinë, këtë e dim gjithë. Po. Është diçka i shihet me sy, s'ka nevojë. Po tash si i brendshëm kuzhinë që je, a i lajnë kuzhinierët duart pas se dalin nga tualeti? Ky është problem, atë se di. Atë se di. Tani është një fenomen që e kam parë, me sy është se kam parë. Po nuk ka kujdes, jo. S'janë të kujdesshëm fare për te kjo pjesë. Është një jo e heshtur që e pranojnë humanin, nuk lahet duart. E neglizhojnë. Deri në moment që nuk bëhet disiplinë, ti gjatë gjithë kohës do jesh pi cigare, ik futën kuzhinë nga tuaj. Po cigara gjysma keqes, po them për pjesën e tualetit. Se kam parë diku ku është një kuzhinë kështu gjysë e hapur, edhe shkon pjesa e stafit në tualet edhe del me vrap direkt, edhe unë isha prezente aty. Prandaj më lindi dhe kjo si pyetje. A haset shpesh? Se kanë rregull. Shqiptarët më shumë punojnë kështu. Thjesht fare. Kanë më të thjesht. Nuk bëhen mbledhje këtu të stafit ermasere nga menaxhera çfarë keni ju aty përsipër që t'ju ripërsëris rregulloren ose çfarë është domosdoshme. Është problem në gjithë Tiranën kjo. Siç ta thash, ka probleme stafin, jo më të ketë
mbi këshyrës në kokë. Veç fillon që ti merr përgjegjësi plus 2 veta. Sepse pronari e neglizhon pjesën e stafit. Pse e bën këtë për përfitim? Atë e di vetëm ai, qëllimin e saktë, vetëm ai e di, po që është ngarkesë për punëtorët. Në fjalë është Duhet ndalem te kjo pjesa e pastrimit kuzhinës. Edhe në Itali si e ke mësuar ti? Me sa di unë është si rregull botëror që ai kuzhinieri e ka për detyrë ta lejë kuzhinën në rregull. Po shumica ankohen që është te lodhje, edhe pse mos tjetë një sanitar apo një person tjetër i caktuar që të pastroj kuzhinën mbasi ju mbaroni punë. Ti si mendon? Është detyra juaj apo duhet marr pronari i restorantit një staf caktuar vetëm për higjienën? Siç ta thash, është e shpeshtë si që bëhet është monotone, bëhet e lodhshme shumë. Me fjalë nuk është se ndodh një ditë, 2 ditë, 3 ditë, hajde maksimumi. S'mungon pastrusja ose ikën një orë më para sepse ka një problem edhe ti futesh, ose ikën kolegu jote e ti zvendçon atë, bën plus doppio punë. Është mungesë organizimi. Po unë dua ta di si rregull si ekziston. Si rregull? Si rregull si është? Është detyra e Çdo njeri kuzhinierit apo duhet të ketë një staf vetëm për pastrimin e kuzhinës? Jo, është detyrë e përgjithshme. Pastrimi i kuzhinës është detyrë e përgjithshme, sidomos për kuzhinierat, sepse ata punojnë vetëm në kuzhinë, nuk është detyrë e pastruesës. Detyra e pastruesës është të bëj punën e saj në laman atje. Edhe po, detyrat e tjera që ka. Detyrat e tjera personale, çfarë mund t'i caktohet nga pronari, po që sektori çdo kuzhinier duhet të mbajë përgjegjësi për sektorin e tij. Ta pastroj, ta fshi, ta mirëmbaj. Domethënë me këtë pjesë je dakord ti. Po, mos bëj fjalë, është rregull ndërkombëtar. Ja, prandaj të pyet. S'mund të them tani që po marrim një shembull thjesht fare, të punoj unë tani tek sektori im tetor edhe në fund punës ti them unë ma pastroj çik gjithë këtë që kam bërë unë. Është e padrejtë si. Prandaj është si rregull në kuzhinë, tek vendi ku punon pastron ti. Shumë ankohen për orarin e punës, ose shumica që ka zgjedhur si profesion thotë që të ezauron edhe që nuk le hapësira të tjera. Ti si e shef këtë? Siç e thash, mundohen të bindin tek tetorarshi, po dalin jashtë tetorarshit. Ti si kuzhinier mendon se do plotësosh ato 8 orët e tua, do vesh në shtëpi, vazhdosh rutinën tënde të përditshme, por del që vjen klienti në 12 mbyllë kuzhinës, vjen klienti 12 pa 5 dhe ja gatuash. Unë jam nga ato që shkojnë 11 pa 20. Dhe pastaj çfarë bëjnë kuzhinierat nga stresi, nga gjitha ajo rutinë e lodhshme, fillojnë edhe shplajnë klientat, pronarët. Se mi shaka. Çfarë ju ndodh klientëve të këtyre orave? Bëhet ndonjë gjë e pajishme aty mbrapa? Jo. Në Manito ti ke pasur eksperiencë dhe në Itali, ke bërë studimat atje dhe je kthyer këtu me. Ma tregoj një herë tash se shumica, je edhe 24 vjeç, je shumë i ri edhe eksperiencat i ke filluar shumë herët. Se ne e nisëm direkt nga problematikat edhe po i dalim tash regjimit fill. Fillon bravo. Pse na erdhe këtu? Këtu në Shqipëri. Po si çdo i ri, mundohet që të bëjë një jetesë më të mirë. Shkon jashtë shtetit, edhe mendon se do jetë më mirë për të, po është më më keq. Unë kam ikë shpejt, kam ikë rreth moshës 17 vjeç. Kam ikë si
Me gomone nga Vlora? Ej. Me shaka nuk e i kozë gomoneve. Ka ndryshuar kohëra tani i kemi traget. Ka iko e gomonës. Tani i thotë vetë 3 muaj për pushime edhe ngel andej. Edhe unë kështu kam i, paga shumë. I ka për 3 muaj kështu me pushime. Pushime luksi. Edhe shkova kështu në shtëpi fëmije. Mbarova punën andej. Me fjalë mbusha 18 vjeç, se shkova 17, mbusha 18 edhe u angazhova se vazhdoja shkollën e hoteleri turizmit. Angazhohesha gjatë shkollës, angazhohesha edhe kështu në punë ndryshme. Në të zezë, po. Po. Ja, zeza të përndjek, vazhdo. Zeza. Dej kur mëson çfarë është e drejtë e çfarë është gabim. Kështu vazhdon. Po është jetesë e vështirë edhe jashtë shtetit. Shumica mendojnë, siç e shohim edhe në Shqipëri, kanë ikë deri rinia kanë ikë shumica, mendojnë se është e lehtë ta ndjekësh rrugtimin për jashtë shtetit, po është e vështirë vërtet. Se do krijosh ambientin, duhet të ambientohesh njërë me vendin, me klimën. Pastaj duhet fillosh të shikosh për të mbijetuar. Po. Po eksperienca në artësim, ti ke pasur eksperiencë edhe këtu në specializim, me sa ka thënë? Këtu në Vlorë. Këtu në Shqipëri? Po, në Shqipëri, në Vlorë. Mund të bësh dallimin e eksperiencave që more atje dhe këtu? Studimeve? Kam qenë te tregtarja në Vlorë. Atje mbarova 2 vite, kurse në Itali plotësova, se është 5 vjeçar. Bëra 3 vite në Itali. Ka diferencë të madhe, si nga ana e kuzhinës edhe nga ana e objektit, po. Si edhe kushteve. Po, kushteve, mësimdhënies janë ndryshe, janë më të përparuar. Po flasim për Italinë, se ka dhe vende më të përparuara se Italia. Po atje ku ke qenë ti për eksperiencën tënde po flas? Po, kurse në Vlorë ku kam qenë unë, mundoheshin që të cillin kështu risi nga jashtë shtetit. Në fjalë nuk është se ne si vend mundohemi të sjellim vlerat tona. Po. Jo të krijojmë se krijosh fjalë madhe, po të mundohemi të bëjmë diçka. Na mungon vullneti, jemi kështu popull dembesh. Po pse kur shkojmë andej se jemi popull demel? Apo jemi ta? Detyrohesh që të mbijetosh, siç ta thash. Duam dhunë që të bëjmë punëtor. Derisa krijon ato kushtet e tua, pastaj një rregull. Po prap kthehesh në Shqipëri. Po. Ti ke dhe intervista, vjen jashtë shtetit, kthehem prap. Po. Me fjalë, ka dhe që kanë ndej, po flas për rinia, sidomos me shokët e mi, disa shokët e mi kanë shkuar, janë kthyer përsëri. Nuk kanë mundur dot. Je i kënaqur ti me zgjedhjen që bëre? Pavarësisht të vështirësive që thua që ka këtu Shqipëria, që të gjithë dim, je i kënaqur që ke zgjedhur të rrish këtu? Po. Po se je afër familjes, plus edhe nëse ke probleme jenë në vendin tënd fundjavare, është gjuha jote. E ke më thjesht të manovrosh. Jo në sensin të manovrosh në mënyrë të padrejtë, po mundohesh. Je më vetvetja. Po. Se si do me qenë. Bravo, me pak fjalë ajo është. Je më vetvetja, nuk je i sikletosur siç je jashtë shtetit. Ku do shkoj, çfarë do bëj, si dia dal.
gjithë ato pikpyetje në kokë, duhet të japësh përgjigje. Kurse këtu të paktën edhe kur s'marrin përgjigje e mbijeton. Sa janë vendin tim flëposhtues. Po. Më përmendë që parë që nuk e din njerëzit se sa e vështirë është kuzhina. Po. Pa na i thuaj që sa e vështirë është. Se pak fola unë. Ja ti fole sa e vështirë është që vlerësohesh e më the tash, nuk the sa e vështirë është në vetvete. Tu po edhe ajo vështirësi është. Gjithsesi. Në kuptimin që ti e ke zgjedhur që në moshë shumë të vogël edhe vazhdon e insiston te kuzhina. Po. Pse insiston? Po se më ka lindë dëshira për ta vazhduar akoma më tepër, është dëshirë e brendshme. Kur e ndjek një profesion, fillon edhe të bëhet pjesë e jetës tënde dhe nuk ke mënyrë tjetër zgjedhje. Ngelesh tek ajo. Do. Au kush fillon tani nga e para. Të them të drejtën, unë që fëmijë se kam pas fare qef kuzhinën. Po më është Imagjino të hani pjata nga Numani, një person që shprehet që se ka pas qef kuzhinën. Jo, se ka dhe kuzhinier tjerë që se kam pas qef vërtet. Jam munduar gjatë gjithë kohës që ta shtyj veten në kuzhinë. Ta sforcoj, me fjalë edhe nëse nuk di ta bëj diçka, do mundohem ta bëj. Bë përpjekjen. Po, përpjekja është. Edhe ku e lam? Edhe kështu. Pastaj vazhdoi historia dhe Numani u fut në punë me 5.000 euro rrogë në Tiranë, vërtetoi që e të kaloj sezonin. Po thosha që pse nuk heq dorë nga kuzhina kur është aq ashtu, edhe që ka kaq shumë vështirësi. Është edhe dëshira. Ka diçka që të shtyn. Në momentin që s'ke dëshirë për diçka, vjen koha e saj edhe shkëputesh. Në rastin tjetër, kur ke dëshirë, vazhdon edhe përpiqesh për atë që do. Edhe nuk ndalesh. Tani unë kam dëshirën e brendshme. Ka dhe njerëz që se kanë fare dëshirë, thjesht e bëjnë për çështje page. Po, sepse sidomos 10 vitet e fundit doli këtu hoteleri, turizm që pati dhe një reklamim të madh. Edhe që këtu mund të bëhet lekë, siç e kanë gjithë bota besoj, po ne shqiptarët gjithmonë profilin e studimeve e kemi zgjedhur se ku bëj reklam, ku ka punë, ku ka lekë. Ti përmende që parë që të gjithë restorantet në Shqipëri kanë ngelur pak a shumë vende dhe kudo konsumohet pothuajse e njëjta gjë dhe nuk sjellin risi. Mendon ti ose ke në plan të sjellësh ndonjë risi ti në kuzhinë, se akoma je kështu? Pavarësisht se ke 7 vite eksperiencë, je në hapet e para, se je vetëm 24 vjeç. Jo, pa qenë kështu egoist, nuk është se unë akoma kam për të mësuar, se kuzhina është e pafund. Po mundohem në sajt dëshirës që kam për kuzhinën, mundohem të eksperimentoj me gjërat. Jam vetë personi që eksperimentoj. Në çdo lloj kuzhine që kam qenë edhe ka pas dhe kuzhina që kam pas problem, më thoshin mos i ngacmo produkte. Po që kam qenë ai gjithmonë që merja produkte dhe i shfrytëzoja kështu për të mirën e restorantit. Asnjëherë jo për të abuzuar tek produkti i biznesit. Kjo është. Edhe si përfundim çfarë nxore në dritë, në një pjatë kështu me çfarë mburresh ti? Ato janë personale, pasi s'tregoj. Hap Numani në të ardhmen në restorant, i themi na sugjero pjatët më të mirë që ke, ajo është personale çfarë duhet. Them dhe se unë kam, siç e them në fillim, kam ja 3 muaj pa kështu. Pa qenë në kuzhinë edhe filluar siguraroj çik. E ju kuzhinierët e keni kështu. Do të bëj apel me menin punë. Me pajër. Po pra që të marrim punë, na trego me çfarë mburresh. Të them në një pjatë. Ka shumë pjata të ndryshme. Tani edhe mund ta them në një pjatë e di shumica. Jo, aty ku ndihesh ti më rehat, për shembull gjithë në profesionin ton
është një pikë ku ndihemi më të sigurt në vete edhe që ndihemi çiksi më. Shumë nga ëmbëlsirat që bëj unë kam atë krema katalanën. Unë se kam provuar, nuk di çfarë të them. Ka dhe njerëz që e din. Është kështu ëmbëlsirë spanjolle. Jo, nuk e kam provuar nga ti, po them. Kështu që nuk di çfarë të them, në çfarë niveli. Tash do t'i vjen dita. Nga ëmbëlsirat. Pastaj nga ushqimet jam më shumë tek pastat, them drejtën. Tek peshku, tek pastat. Me mishin kam punuar, po jo periudha afat gjatë, afat shkurtër. Nga pastat kam një pas shumë preferuar timen me oktapod. Është çik kështu mix kur e them në kokë, u bë çik mix njerëz, është me aceto balsamico. Është me aceto balsamico, me erza ndryshme, ka shumë lloj çmëri erzash. Ka piper tymosur, të ëmbël. Tash oktapodi është. Ta them gjithën. Pa jo, mos e thuaj të gjithën. Se nuk tregohet receta, unë thjesht ta shtoj pjatën. Pas në oktapod, pastaj. Të do gatuash për mua herë tjetër. Po nga kuzhina shqiptare ke bërë ndonjë eksperiment ose ke dëshirë të zhvillosh ndonjë pjatë? Nga kuzhina shqiptare ke fjalën tradicionalet. Nga tradicionalet nuk është se më jepet shumë. Ose ndonjë tradicionale që ti do ta sjellësh në mënyrën tënde. Të thash, nuk është se më jepet shumë, edhe nuk është se kam eksperimentuar të bëj mix, të bëj kombinim mes shqiptares edhe ndonjë kuzhine tjetër. Jam kështu në studim, gjatë gjithë kohës kjo pjesa e tradicionalet shqiptare. Është çik kuzhinë e rëndë, kuzhina jonë. Fjalë ka ushqime të rënda. Edhe tani me këtë që the, do të shahin gjithë shqiptarët e do të thonë çfarë kuzhinjeri dhe ti që shan kuzhinën tonë. Jo, se shava, thjesht tash tani fasulja groshi tani është ushqim i rëndë, s'ke çfarë bën. Pa mirë të mos haj gjithë tenxherën. Geri është dakord, besoj se kishte hëngër grosh sot edhe po vute nga stomak. Tani nuk ma the, çfarë vizioni ke ti për të ardhmen, për kuzhinën, që të sjellësh risi në kuzhinën tonë të prapametur. Sipas fjalëve tuaja. Po. Këtu në Shqipëri mungon kombinimi, siç e thash. Kombinimi i produkteve. Kombinimi i kuzhinave mes njëra tjetrës. Kulturave. Me fjalë, unë si kuzhinjer e shoh më shumë që të bësh të sjellësh një risi në kuzhinë, duhet edhe të studiosh këto ingredientët, kulturën. Të studiosh kulturën në vendet e tjera. Kulturën, erzat, sepse erza ka pafundshmëri erzash. Pafundshmëri jo, po që ka. Ka. Shumë lloj shmëri erzash. Aq sa u di me emrin gjitha. Po. Te këto pak vende që ekzistojnë këtu në Shqipëri, për kuzhinën gurme paguash shumë pak. Edhe pse ti mund të dish 2-3 gjëra, prap paguash më pak se në një restorant kështu? Jo gurme? Po. Po pse? Sepse është ajo impakt i parë që ky është i panjohur edhe duhet vit mësoj tek ne. Po, kuptoj. Ky duhet fitoj eksperiencën tek ne. Nuk i japin mundësi robit me aq sa di ta shfrytëzojnë, ta lënë të shpalosi talentin e vet, e kupton? Edhe më pas mangësi që e shef kudo këtu në Shqipëri që nuk të lënë ty që të zhvillohesh. Për shembull në rast se ty të shohin si potencial. Po. Që je i aftë edhe shohin që ti ke diçka më shumë për dhënë, dallon nga të tjerët. A të afrojnë edhe të lejnë që ti
zhvillohesh? Jo, ky është problem, edhe këtë problemi se cekëm, për shembull. Këtë problemi në Shqipëri është se edhe pse di ta bësh diçka, thonë ti do e bësh sipas mënyrës tonë. Edhe se ti mund ta bësh më mirë se ç'e bëjnë ata. Është ndjen i bën të pasigurt kjo gjë, që s'len që ty të zhvillosh apo të shpalosësh një idenë tënde, apo thjesht i bien shkurt edhe nuk duan të merren? Ja, unë e shoh më shumë si çfarë si ignorancë, ke parasysh në momentin që robi prezantohet si kuzhinier, ti duhet ta lësh ta shikosh çfarë kapaciteti ka, çfarë pjata është nxjerr ky kuzhinier, dhe më pas ti thua shiko se nuk më pëlqen kjo lloj pjate. Ti do bësh sipas mënyrës tonë, po këta direkt synojnë te kjo. Ti do bësh sipas mënyrës tonë edhe pse e di. Ta ulin pjatën direkt. Ta ulin iniciativën. Po. Kjo është gjë shumë e gabuar në fakt. Po. Po për shembull te kjo risia që më the, e sjellin risin, po e sjellin në mënyrë shumë të varfër këtu në Shqipëri. Për shembull ka, po të zi një shembull thjesht tacos ati bëjnë me pite dyqani, nuk është se e bëjnë brumin vet. Lënda e parë, nuk e përpunojnë vet. Që është shumë e rëndësishme lënda e parë normalisht. S'bëhet fjalë. Nga lënda e parë merren gjitha shija. Merren vlerat. Vlerat. Po, vlerat pastaj shija. Vlerat ushqyese, po. Përpiqen ta bëjnë punën sa më të thjeshtë. Nuk mundohen të thjesht ose shpreha më saktë sa më shkurt, i bien shkurt. Se në rast se përdor termin thjesht, ka shumë gatime të thjeshta që janë shumë të këndshme. Po. Po që kjo që përmend thjesht që ti bien shkurt. I bien sa më shkurt, po. I bien sa më shkurt. Ti si me një eksperiencë plot 24 vjeçare. Më thoja ndonjë gjë të rëndësishme që ke mësuar në jetë. Rreth çfarë? Kur flas gjë të rëndësishme, po flas gjë jetësore, jo nga kuzhina. Gjë të rëndësishme. Parimore për mua është Zoti në radhë parë, pastaj çdo gjë tjetër që vjen është si e shef dhuratat e Zotit janë, s'bëhet fjalë, po gjëja kryesore është Zoti. Me fjalë, gjëja që unë njoha. Ose që mësova. Si e shef ti rinin vlerën botë, po në Shqipëri, se këtu jetojmë na intereson. Janë më afër Zotit? Apo janë larguar? Është çik te mesikletshme kjo, po. Në asaj çfarë shoh këtu në Shqipëri, rinia është çik e përhumbur, jo vetëm rinia, se rinia reflekton atë çfarë mëson nga shtëpia ose nga brezat e mëparshëm. Po, nga brezat e mëparshëm. Them që duhet zhvilluar çik më shumë kjo duhet punuar çik më shumë tek pjesa e besimit në Zot. Duke filluar që nga meditimi. Në momentin që ti s'mediton je i përhumbur tek gjërat e tua personale. Telefoni, puna, të gjërat materiale. Gjërat materiale. Si e shef të ardhmen ti? Po flas në kuptim gjërë, jo vetëm të ardhmen tek në përgjithësi të shoqërisë. Se si do avancoj ke fjalën.
E shef me pozitivitet, e shef me zymtësi. Hiqe atë krahun që e pa punë tash. Se është periudhë kalimtare. Shpalose se ajo nuk të le të jesh objektiv. Se dukem dhe kështu sikur si teolog i madh, po ja mendimin tim si individ. Është krijuar një periudhë shumë e vështirë. Këto kohët e fundit sidomos edhe Brezi po marr parasysh. Jo se Brezi juaj është më i mirë, po po flas për Brezin tim. Faleminderit që më quajtë shtat breza lepte. Që mos të keq të edhe tjerët. Se do thonë fletki i vogli për ne. Po që janë më të angazhuar më shumë me gjërat kota se sa me gjërat që kanë vlerë. Po, me gjërat që kanë vlerë. Edhe këtu në Shqipëri duhet punuar më shumë. Prindërit duhet punojnë më shumë te kjo pjesë. Domethënë zgjidhja nuk është shumë mirë, me fjalë. Të ardhmen nuk është e mirë. Jo. S'është fare mirë. Na mushë me pozitivitet. Çfarë mund të bëjmë ne që të bëhemi më mirë pastaj? Çfarë mund të bëjmë që të bëhemi më mirë? Po, si i këshillon ti moshatarët e tu edhe? Jo vetëm moshatarët e tu, po edhe ne brezat e vit. Që ardhmja jon të jetë më e mirë. Gjë e parë që do thosha është meditimi. Të dinë qëllimin për çka kanë ardhur në jetë, jo thjesht të jetojnë, të hanë, të pinë dhe të vdesin. Mbarojnë atë ciklin. Po, mbarojnë ciklin jetësor. Po edhe në bazë të kësaj që do mësojnë ta trashëgojnë edhe tek brezat e mëvonshëm. Jo thjesht keqen babi, shiko, bëj lek sa më shumë, jeto. Kjo si nga ana ime personale, pastaj po të flasim për kulturën si popull, ka mungesë edhe te kultura. Çfarë është gjë që ty të shqetëson më shumë edhe që do doje të ndryshonte edhe që ta japësh si këshill, si mesazh? Rreth çfarë që ta kem më kështu më të qartë, ta them. Po sepse sapo the që kemi shumë problematika, edhe kultura, edhe si shoqëri, edhe ajo që gjëja e parë që ty të shkon në mend që të shqetëson. Që të shqetëson jo vetëm si individ, por që të shqetëson si pjesë e shoqërisë. S'ka gjë më ndohë. Se prapë. Se është po e njëjta ide, ke parasysh unë ta hodha tek Zoti, po është të them të njëjtën gjë prapë. S'disha them tjetër. Ka shumë faktorë që ndikojnë te kultura, bullizimi, sharjet, veprimet këqija, plot pafund. Po që këto gjëra i rregullon besimin në Zot. Në fjalë, në momentin që ti mediton, kupton se për çfarë qëllimi ka ardhur në jetë, reflekton ndryshe. Deri në momentin që meditimi yt është puna jote si individ. Puna ose diçka tjetër rreth punës, si argëtimi, aktiviteti yt ditor. Në çdo hap tjetër. Aty je po i njëjti, vazhdon po tek e njëjta rutinë. Nuk është se ndikon tek kultura, te disiplina jote si person. Ti ngelesh pothuajse njësoj.
nuk ke ndonjë ndryshim. Kurse kur kupton qëllimin, është si punë e kuzhinës. Kur fillon edhe mediton çik për ushqimin, qa shije ka, E vlerëson më shumë. sa e bukur është, po sikur ta pres çik më kështu. Po. Fillon edhe ndryshon edhe mënyrën e të punuarit, e bën më akoma më të bukur edhe Më të këndshëm procesin. po, më kurioze. Unë shpresoj që ta të pjaten me Octapod sa më shpejt, Po. edhe ta praktikoj gjithë procesin që theti, ta meditoj aty, se ta shoh me detaj sa erza janë nedhur, sa dashuri është futur aty brenda, sa e shishme ka dal pjata. Po. Mos e vjen edhe ditë. Me këtë që fjali që the mas e vjen ajo ditë, e mbyllë me pozitivitet. Edhe unë po mushem me shpresë që do vi një ditë që ta provoj atë pjatën. Kështu e lem. Ashtu e lëm. Edhe shpresoj të fillosh punë sa më shpejt, edhe herës tjetër të vish këtu si, jo vetëm si i punësuar, po edhe si shef kuzhine me aktivitetin tënd edhe me risitë e tua në kuzhinë. Ka akoma. Ka akoma. Shpresoj që të kesh një proces të këndshëm. Po. Derisa të arrish atje.